Sigurisht do vijojmë të jemi sërish komunikim të reporterit, kemi kolegen Ornela Joti, e cila ndodhet pranë sallës së seancave plenare, pranë godinës së parlamentit. Ornela, si paraqitet situata pranë sallës së seancave plenare? Janë mbledhur protestuesit? Në fakt, Ervin, sapo kanë filluar të mbërrinë, le themi, protestuesit e parë para Kuvendit të Shqipërisë, ndërkohë që siç mund të shihet edhe nga pamja që na ofron operatori Gjergj Dudushi, duket, le themi, gardi ngritur nga efektivët e policisë para Kuvendit në oborrin, le themi, të Kuvendit të Shqipërisë, ndërkohë që protestuesit janë duke u zhvendosur nga kryeministria në drejtim të rrugës Elbasanit, ku është edhe selia e Kuvendit të Shqipërisë. Të paktën deri në këtë moment situata duket e qetë, nuk ka ndërhyrje as nga protestuesit dhe as nga pala e policisë. Ajo që duhet theksuar është të paktën pak minuta më parë edhe në protestën në kryeministri, sigurisht kishte bote me ujë të hedhura në drejtim të protestuesve, por duke se të paktën deri para pak minutash ka munguar gazi lotësjellës në drejtim të protestuesve. Do të shohim në fakt se si do të vijojë protesta këtu, siç duket edhe nga pamjet Ervin, janë të rinj të cilët kanë vendosur maska gaz lotësjellës për të parandaluar çdo situatë të mundshme dhe ndoshta gaz të hedhur nga policia në drejtim të protestuesve. Duket në fakt edhe në hyrje të Kuvendit të Shqipërisë është vendosur mjeti apo boti, le themi, që mund të hedhë ujë në drejtim të protestuesve. Nuk dim nëse do të jetë vetëm ujë apo do të ketë edhe gaz lotësjellës, ashtu siç u përdor në protestën e 24 janarit. Duket që të dyja palët ka marrë masat për një përballje si protestuesit me maska qoftë kundra gaz apo maska kirurgjikale, qoftë edhe punonësit e policisë së shtetit. Duket në fakt në rreshtin e parë të policisë së shtetit, krahas kasketave të tyre janë edhe maskat kundra gazit. Do të shohim se si do të vijojë protesta, duke se të paktën ndërkohë që është edhe deputeti i Partisë Demokratike zoti Noka. Nuk e di nëse mund t'i marrim një prononcim zotit Noka për vimin e aksionit? Po, do të përpiqem. Zoti Noka. Zoti Noka, si do të vijojë protesta? Jeni vendosur këtu pranë godinës së parlamentit,